Traumat janë të kategorive të ndryshme dhe mënyra se si një fëmijë e percepton vështirësinë apo përvojën dhe mënyra se si e përpunon ndër vite na bën ne ta kategorizojmë nëse kemi të bëjmë me një lloj traume ose jo. Sepse eksperiencat e ndryshme kanë efekt të ndryshëm tek ne dhe mënyra se si përballojmë na diferencon nga njëri tjetri. Por në thelb trauma ngelet vështirësia emocionale dhe psikologjike për të kuptuar, përballuar dhe për të përpunuar këtë lloj provoje me këtë intensitet kaq të lartë emocional. Si mund ta dallojmë ne tek një fëmijë ose tek një rritur që ka përjetuar një traumë? Trauma përgjithsisht nuk është se manifestohet menjëherë pas ngjarjes. Kemi të bëjmë me rasti që ndoshta na është dashur shumë vite, ka qenë në heshtje dhe i fjetur dhe pas ca vitesh kur i ekspozuar me disa provoja që rritet kërkesa emocionale, kërkesa sociale dhe presioni i shtohet, aty manifestohet trauma ose ndoshta edhe pak kohë pas ngjarjes. Trauma përgjithsisht ka projekcion si jashtëmi, që do të thotë manifestohet në sjellje të caktuara, ndoshta problematike që mund të konsiderohen tek fëmijët apo tek adoleshentët, në sjellje deviante, sjellje vetëdëmtuese, viktimë me përdorimit të substancave të ndryshme ose së brendshmi, e projektuar së brendshmi nëpërmjet simptomave të ankthit, depresionit, të çrregullimeve caktuara emocionale, vështirësinë në menaxhimin të emocioneve, të zgjidhjeve të konflikteve në mënyrë të vazhdueshme gjatë eksperiencës jetësore.